qa është ajo gjëja që ke frikë, por që e di që duhet bërë. E kam frikë, por që duhet bërë. Është një shoku im para ca kohësh më dha një libër që bazohet mbi këtë historinë që po ju them, Benajao dhe Loani, edhe quhet Mes një sterne me Loanin në një ditë me borë, edhe unë dua t'ju lexoj një pjesë nga ky libër, ja si e interpreton këtë moment ai. Edhe e kam të shkruar me 3 slide, edhe thot kështu. Si besimtar, ne duhet jemi ndjekës Luanësh. Kur s'duhet jemi të kënaqur aty ku jemi. Nëse jemi ndjekës të Jezusit, kjo do thot që ai po na drejton nga një vend në vendin tjetër. Që do të thot që ai po na shtyn të shkojmë përtej limiteve tona. Do të thot ai na thret të bëjmë gjëra që nuk i bëjmë dot vetë. Prandaj, e fundit, le ta këpusim litarin e frikës, le ta mundim frikën, le të rritemi frymërisht dhe besimi jonë do të smadhohet, ndërsa veprojmë sipas besimit që kemi te Perëndia, i cili është një Perëndi besnik. Se di sa motivues ishte kjo për ty, por prap do kthehem te pyetja, cili është Luani? Që do të ndjekësh ti? Cili është? Nëse do që t'jesh i tillë ndjekës Luanës si Benajao që shkoi dhe u përball dhe s'pati frikë, do të kujtoj 2 gjëra. E para është kujtoj vetes këtë gjë, që sa më i madh besimi te Perëndia, aq më të vegjël të duken Luanët. Edhe kjo shpesh e gjen në forma të ndryshme edhe si meme nëpër media sociale, por në fakt është reale. Disa herë, arsye pse nuk hedhim hapin e radhës është sepse kjo gjëja që na frikson duket shumë e madhe. E duket aq e madhe sa na ka zënë gjithë pamjen, edhe Zotin nuk e shohim. Edhe Perëndin se dallojmë, edhe zërin e tij se dëgjojmë, edhe çfarë po na tregon ai nuk e kuptojmë. Por anasjelltas kur e ke mendje tek Perëndia, edhe kur kujton sa i madh është ai, sa shumë na ka premtuar, që ai do jetë me ne, që është ai që po më shtyn edhe po më nxit për të bërë këtë gjë, do ndodhe kundërta. Perëndia do smadhohet. Perëndia do smadhohet në ne, sa ai i madh është. Edhe luanët do zvoglohen, këto frikra do zvoglohen. Edhe mund të kujtoj shumë sfida të kishës tonë, 14 vjetë gjysmë që jemi ne, se sa shumë sfida kemi kaluar dhe se si herë pas here kemi kërkuar Perëndin, Zot na ndihmo, jemi para kësaj gjëje, Zot na ndihmo, jemi para kësaj gjëje. Edhe sa herë që kemi hedhë hapa besimi, ka ndodhur që Zoti ka vepruar, ai është lartësuar, edhe frikrat tona janë zvogluar sepse varet se ku po fokusohesh. Edhe sigurisht që nëse ti je para një sfide, edhe ka ardhur këtu sonte fiks, edhe e kishe këtë merakun këtë javë, apo e kishe sot, apo çfarë do lloj gjëje, dua të kujtohesh me çfarë po përballesh të kohë, edhe nëse po përballesh me diçka, dua të kujtoj kush është Perëndia. Që ka gjasa që ti e di, po do ta kujtoj, dua t'i kujtojmë edhe një herë bashkë. Nëse je përballë një huqe ose një varësie që nuk po ndryshon dot, shiko përtej asaj sfide që po kalon dhe kujtoj që çfarë. Perëndia është çliruesi